Interesi për të marrë dozat e vaksinës kundër gripit në Shkodër po vjen me ritme të mira. Nga shtatori, kur dhe ka nisur ky proces, deri tani janë vaksinuar mbi 10.500 persona. Që nga 22 shtatori që kemi filluar vaksinimin, dhe deri në këto momente tham që kena një marrëvajtje të mirë të vaksinimit ndaj gripit. Janë të vaksinuar rreth 10.547 persona që janë vaksinuar në gjithë rrethin Shkodër. Në krahasim me vitin e shkuar, deri në këtë periudhë janë vaksinuar rreth 1.000 persona më shumë. Një shifër e mirë në krahasim me vitin e kaluar, për shembull në vitin e kaluar në këtë muaj që kemi pasur rreth 9.000 persona të vaksinuar, kurse si vjet kemi rreth 1.547 persona më shumë. Kryesisht vaksinën e kanë kryer të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Mosha që është vaksinuar më shumë është mosha Mi-60, domethënë rreth 6.764 persona janë të vaksinuar me moshën Mi-60. Dominon të smurt kronik dhe më shumë nga të gjitha janë smurt kronik me probleme kardiake. Janë vaksinuar edhe personel mjekësor rreth 560 persona, e me radhë ose gjitha profesionet tjera dhe individ. Ka edhe fëmijë të vaksinuar që kanë probleme kronike, domethënë janë vaksinuar ndaj gripit. Procesi i vaksinimit kundër gripit do të vijojë deri në pranverë, ndërsa sipas bluzave të bardha, marrja e kësaj vaksine ndihmon në parandalimin e komplikacioneve që vijnë nga gripi i stinës.